Dy persona janë arrestuar në lidhje me vrasjen e Ermir Dedjes në 20 maj në Durrës, ndërkohë në kërkim është shpallur edhe një person i tretë. Kjo e çon në 5 numrin e personave të përfshirë në ngjarjen kriminale, pasi më herët janë shpallur në kërkim 2 persona të tjerë, mes të cilëve edhe një maroken. Policia njoftoi se arrestuan 36 vjeçarin Erion Doni dhe 35 vjeçarin Klodian Berisha për kontraband mallrash, ndërkaq u shpall në kërkim Giuliano Dyrmishi, të cilit përveç kontrabandës së mallrave i shtohet edhe vepra penale e sigurimit të kushteve për vrasje. Nga hetimet rezulton se të tre ata kanë futur në Shqipëri 2 automjete tip Sit, njëri prej të cilëve është shitur dhe më pas është përdorur gjatë vrasjes së Dedjes. Uniformat blu thonë se kanë gjetur edhe makinën tjetër tip Sit të kontrabanduar, sipas të cilëve do të përdorej në një ngjarje tjetër kriminale. Në lidhje me vrasjen e 29 vjeçarit janë shpallur më herët në kërkim 2 persona për sigurim kushtesh për vrasje dhe trafikim të mjeteve motorike. Mes tyre është edhe një maroken. Sipas asaj që ka njoftuar policia, 3 personat e shpallur në kërkim rezultojnë të jenë jashtë vendit, ndërsa vijon puna në bashkëpunim me partnerët për lokalizimin dhe kapjen e tyre. Për zbardhjen e vrasjes së 29 vjeçarit Ermir Dedja janë duke u ndjekur disa pista, hetuesit janë duke verifikuar tek e shkuara e të riut për të gjetur të dhënaj që mund t'i ndihmojnë. Dedja në 2015 u arrestua pasi i shiti drog një grupi që synonte ta trafikonte lëndë narkotike në Kosovë. 2 vite më vonë ra sërish në pranga, këtë herë për përkraje ndaj një autori të një plagosje të ndodhur në Shijak.